Bashkimi i veprave në një tërësi të vetme krijon një dialog të rreshtur mes individëve. Prej sonte zyrtarisht hapet festa këtu në Qendrën për Kulturë, apo jo drejtoresh? Po, gjëmazi, ashtu si që tha e vetë. Kemi zgjedhur që festat e nëntorit t'i bëjmë me këtë hapjen solemne të kësaj ekspozitës kolektive, ku bëjmë pjesë diku 28 artistë, të cilët kanë zgjedhur të na flasin nëpërmjet veprave të tyre. Andaj ne sonte jemi me sy kritik për të zbuluar fjalët se çka kanë shpalosur ato nëpërmjet pikturave të tyre. Kurse nesër pra, që është data 21 nëntor, është një ditë e rëndësishme pasi pritet të ndodhë diçka shumë e bukur këtu në Qendrën për Kulturë? Po, atëherë shfrytëzojmë rastin që nesër ora 20, data 21 nëntor, kemi spektaklin e madh i cili do të ndodhë nesër në Qendrën për Kulturë, pra është Kastrio Tusha dhe Adrian Trebicka. Me Gen Trushi Band, do me thonë një orkestër i mrekullueshëm, ftojmë të gjithë dashamirësit e këtij lloji të muzikës dhe jenë pjesëmarrës nesër në event madhështor. Gjithsesi përgëzime për mënyrën se si po menaxhon me punën deri më tani, sepse po shoh që shumë njerëz po ndihmojnë komuna, ndihmojnë disa institucione, disa biznese private dhe kjo është një gjë e bukur që njerëzit po kontribuojnë për kulturë, apo jo, është koha t'i falenderoj. Po, ka qenë e vështirë të arrijmë deri tek ndihmat nga jashtë, mirë po këto njerëz që kanë ndihmuar këtë e kanë bërë pa asnjë më dyshje, domethënë komuna e Tetovës, komuna e Dibrës, disa biznese private të cilët veç më i kemi të ngjitura në posterat tonë të koncertit të madh të Kastrio Tushës për t'ju kthyer në një farë mënyra të mirë që ato kanë dashur të bëjmë për Qendrën për Kulturë. Tani dhe profesori Zetin, i cili është pjesë e kësaj ekspozite. Profesor, ndjesia e qenit në një ekspozitë kolektive është ndryshe nga ajo kur është personale, apo jo? Po mendoj se përgjithësia është e njëjtë, se merr pjesë me punim, por ne si që merremi me shkencave të ekonomisë, kur organizohen konferenca, marrim me punime akademike, këtu me punime artistike, po është një ndjenjë, domethënë, pak më e zgjeruar, sepse ka pjesëmarrës artistë të shumë dhe është një kolorit i punimeve të ndryshme, të cilat japin një ndjesi të veçantë të pjesëmarrjes dhe kam përshtypjen se kur është ekspozita kolektive, shqetësimi dhe stresi ankthi është pak më i vogël se sa kur e bën një ekspozitë personale, sepse shqetësimi është më i madh në atë rast. A që thot ekonomia jonë për momentin? Për ekonomia jonë për momentin mirë. Sot ishim në një konferencë ku më folë për migracionin dhe prezentova disa dana, është me vërtet interesante, 2 miliardë e 270 milion euro sjellin bashkëdhetarët tanë. Margjimtarët, mirë po kjo shifër ka fillu të zvejet si rezultat i shumë faktorëve ekonomik të diasporës tonë, gjenerate dytë e familjeve që vinë që më shumë janë të prirur për konsum dhe nuk janë të prirur shumë dhe nuk kanë asnjë lidhje emocionale me vendlindjen. Është një temë që duhet ta diskutojmë për të kriju politika më të mbara, sepse diaspora, remitencët e diasporës ndikojnë shumë në ekonominë e vendit, sepse ato marrën pjesë dikon të afër me 15.5% në GDP-n e shtetit. Po, faleminderit. Ditë mirë. Si po kaloni sonte? Po mirë, faleminderit. Ne jemi këtu të shohim këtë ekspozitën kolektive të artistëve tetovar, një ekspozitë shumë simpatike e këndshme, me kolorit të ndryshëm si ngjyrat e vjeshtës, me ngjyrat kuqe, verdha, si gjethet që vinë, mirë po piktura mjaft kvalitative. Faleminderit, nderuar, është një ekspozitë e bukur. Zakonisht dhe kur ka gjëra të tilla, është kënaqësi që s'ka të përshkruar dhe
kjo është një gjë e mirë që duhet ta luajmë derën, jo veç unë edhe profi, por edhe shumë të tjerë, ha? Faleminderit. Enisa Mehmeti ka punim, kurse nga ana tjetër kemi suportin e profesorit Zezit. Si po kaloni sonde? Bukur mirë, faleminderit. Gjithashtu është një ambient i këndshëm në mes këtyre artistëve, njerëzve të ngritur, është kënaqësi. Enisa ti ke një punim? Po. Unë do me thonë prezentohem me punimin I cili vjen nga cikli I fundit që pata në ekspozitën në Shkup. Mjellma simbol I madhështisë, mjellma e zezë simbol I madhështisë, do me thonë ekspozita është reflektim I dashurisë, do me thonë tregon dashurinë e përjetshme që kemi për njerëzit, për të afërmit tanë, edhe në qoftë se ato nuk janë fizikisht prezent, mirë po janë dashuria mes tyre ekziston. Lule, hajde tregon tani si është të jetosh me një artist. Të them se është shumë bukur. Me një artist që gjithë natën me çekish. Copton gu. Unë kemi fjalën për profesorin Zetin. Unë mendoj se është privilegj, sepse të jetosh me një botë artisti është shumë e këndshme. S'kam fjalë si ta përshkruaj. Edhe pse edhe vetë më ka pëlqyer shumë arti, mirë po. Ke provuar ndonjëherë të bësh diçka? Kam provu, kur kam qenë shkollë të mesme, kam pas ekspozita në përbashkët që bënte profesor Miftari. Po pastaj filloi lufta në Kosovë, nuk na u dha mundësia që të vazhdoj. Tani si duket e përmbush në mes përmes I Zetit edhe ato dëshirat sadopak. Ama asnjëherë nuk është vonë, po jo mund ta bëj. Jo, shumë e vërtet. Bile edhe kam dërmend që ja filloj, po kur të jetë ajo nisja, momenti, nuk e di. Faleminderit shumë. Faleminderit.